Feriza rkëtoi 3 pikshin e parë të sezonit kur para adhuruesve të vet në Ismet Shabani mposhti Besën nga Peja 2-1. Ujqit pas humbjes një javë më parë ndaj flamurtarit ju rikthyen fitoreve. Dhe pse fillimi i pjesës së parë u përcon nga një ritëm i ngadalshëm, krejtësisht në fund të kësaj pjesëloje Ferizaj arriti të siguroj e përsin duke u falendëruar gabimit fatal të portierit Sanel Bandić, nga i cili përfitoi përparim Livoreka, duke i sjell gëzim radhëve të shikuesve dhe anas. Pjesa e dytë nisi furishëm nga vendasit të cilët patën një mori rastesh para portës kundërshtare, por Florin Berisha e Lubi Shtani nuk ishin të saktë. Mungesën e efikasitetit të Ferizajësve shfrytzuan Pejanët, të cilët kundërpërgjigjen përmes Haxhi Zekës, i cili në minutën e 67 kthen në gol një asistim të mensur Durakut. Vendasit ishin afër të riktheheshin në përsi kur 2 minuta më vonë Abdil Haliti qellon shtyllën. Në minutën e 89 një ndërhyrje paljoshme e Bandić në shërif të parën i atë vendasve penalti. Nga pika e bardhë, Lubi Shtani tregohet i saktë. Ai dhuron Ferizaj 3 pikë të para në këtë edicion. Ferizaj 2, Besa 1.